Më 30 maj 1913, në Traktatin e Londrës, vilajeti i Kosovës i u dha mbretërisë së Serbisë. Gjatë luftës së parë ballkanike ndodhi gjenocidi më i madh ndaj shqiptarëve. 300.000 të vrarë dhe qindra mijëra të dëbuar. Oficeri britanik Christopher Burdett Thompson përmbledhi ngjarjen rrënqethse. Asgjë më e tmerrshme nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës, as në gjithë historinë e luftës. Po ky territor që ju dha fqinjve ishte pikërisht zemra e kryengritjeve më të fuqishme anti-osmane. Më 10 qershor 1878, të gjitha vilajetet shqiptare shpërthyen në revolt duke formuar lidhjen e Prizrenit. Udhëhequr nga Abdyl Frashëri, ajo kërkonte pavarësi nga Porta e Lartë. Lidhja u shpërbë pas ndërhyrjes së ushtrisë osmane në Slivov dhe presionit të fuqive të mëdha në betejën e Ulqinit. Mijëra shqiptar përfunduan të internuar ose të ekzekutuar. Perandoria osmane na ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bashkohuni tek regjimenti i Stradiodëve në Patreon.